Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, bëri me dije këtë të enjte nisjen e ndërtimit të autostradës Kashar-Rogozhin. Në një video postim në rrjetet sociale, Karakaçi u shpreh se punimet për këtë autostradë do të nisin brenda vitit, si pjesë e projektit për korridorin blu dhe krijimin e një lidhjeje të drejtpërdrejtë veri-jug. Sipas Karakaçit, kjo autostradë do të ndihmojë në lehtësimin e trafikut në aksin e ngarkuar Tiranë-Durrës. Autostrada Kashar-Rogozhin nis ndërtimin brenda këtij viti. Kemi përmbyllur sot detajet e fundit projektit pas diskutimeve të gjata, të zhvilluara për mënyrën e lidhjes së këtij aksi me bypassin e Tiranës. Tashmë ARSH ka miratuar projektin e zbatimit, që ka ardhur në ministri ditën e sotme, do të nisë menjëherë procesin e shpronësimeve duke i hapur rrugë nisjes së punimeve brenda këtij viti. Kashar-Rogozhin është pjesë e korridorit blu dhe vazhdimi i aksit Thuman-Kashar. Me 33.5 km gjatësi, kjo do jetë autostradë kategorisë A dhe do të krijojë një lidhje të drejtpërdrejtë veri-jug dhe do të ndihmojë në lehtësimin e trafikut në një prej akseve më të ngarkuara të vendit, Tiranë-Durrës. Një projekt i rëndësishëm, që së bashku me kantierat që kemi hapur, si bypassi i Tiranës, bypassi i Elbasanit, Elbasan-Çaftan dhe Elbasan-Rogozhin, si dhe me projektet tashmë në rrugën e zbatimit, si autostrada Milot-Balltren, do të kontribuojnë në modernizimin e infrastrukturës rrugore të vendit dhe do të çojë një hap më tej lidhjen e Shqipërisë me rrjetin evropian të transportit. Karakaçi theksoi se projekti është pjesë e një pakete më të gjerë investimesh strategjike në infrastrukturën rrugore që synon përmirësimin e lidhjeve kombëtare dhe integrimin e vendit me rrjetin evropian të transportit.